jo çdo pacient që hyn në barnatore, jo çdo klient, më thojza që hyn në barnatore duhet të dalë me një barë në dorë. Prindërit, sidomos në këtë aspektin e barnave, mendoj që e kanë kriju një kulturë dhe janë mjaft kujdesshëm për fëmijët e tyre. Mund vinë të kërkojnë barna tjera për ftohje, për grep ose forma tjera, mirë po trajtim për shëndet mendor, për gjendje të tilla të dhunës, stresit, ankthit, nuk vinë prindërit. Shpeshherë ka ndodhur që kanë ardhur prindërit me fëmijët e tyre, por kanë pasur recetën përkatëse prej mjekut. Për mua, ndër vite ka qenë shqetësuese edhe përshkrimi i madh i këtyre barnave. Mirë po, asgjë nuk është përshkrimi kur duhet të jipet bare, është i domosdoshëm të jipet çka është i rrezikshëm vetë mjekimi. Sepse ai mjekim mirret keq, lihet në gjysmë dhe pastaj lindin probleme tjera. Rol këtu duhet ketë rol edukues, kyç duhet ketë farmacisti, sepse ai duhet të di kur të jap dhe kur mos të jap një barë të caktuar. Sepse barnat e tilla asnjëherë nuk duhet të jipen pa recetë dhe nuk duhet të jipen pa ju dhënë edhe këshillat përkatëse në përdorimin e tyre, sepse shumica prej tyre, krahas efekteve që kanë edhe efektet anësore, shkaktojnë përgjumje, shkaktojnë probleme tek personat që vozisin, edhe probleme të tjera, ndoshta ka shtim peshe, humbje peshe prej atyre barnave, këto duhet me qenë kryesorë, sësa veç t'ja jap edhe mos t'ja jap asnjë këshill. Roli farmacistit pikë së pari duhet jetë këshillues edukues. Jo çdo pacient që hyn në barnatore, jo çdo klient, më thojza që hyn në barnatore duhet të dalë me një barë në dorë. Ai duhet të dalë me një këshill, po jo gjithmonë me një barë dhe jo gjithmonë i pa informuar se si ta përdor atë barë në shtëpi.